Kam vetëm edhe një pyetje të fundit dhe është shumë e rëndësishme, po ashtu edhe kjo. Ndjenja e fajit është ajo që na dërgon shpesh në vendime të gabuara, në ndjesi të gabuara, dhe po du me klasifiku persona të cilët me vitet të tona në jetën tyne kanë agjëruar po për çështje shëndetësore të këtij viti, të smundjeve të cilën tashmë po përballen, tabletave që përdorin, çka do qoftë arsyeja, nuk do agjërojnë më. Dhe kjo ndjenja e fajit sikur i lëndon shumë. Çfarë ju kishte thënë këtyre personave? Sidomos janë të moshuarit te kjo pjesë, por jo vetëm. Por jo vetëm, edhe kjo një kujdes që na duhet me tregu, sepse sa herë po flasim për dobit, ata kanë me undje në faj se s'mundem me agjëru edhe i ngrisim ato dilema të këta persona, do më thonë nëse agjërimi qenë ka kaq i mirë dhe me kaq shumë benefite, çka po bëjon që nuk po mundem me agjëru, janë disa kushte shëndetësore të cilat me të vërtet në cilat nuk e lejojnë agjërimin, kështu që personi duhet me qenë në realitetin e tij, se dëshira është prezente, por realiteti i tij shëndetësor thotë që nuk mundesh me bë, kështu që gjithmonë duhet të kthehemi te realiteti. Me gjetë atë balancin mes dëshirave dhe mundësive. Jo gjithmonë është e lehtë, sepse na dojmë diçka, po s'kemi mundësi me bë. Edhe ky është një prej atyre rasteve ku personi ka dëshirë me bë, ka vullnetin me bë, me agjëru, por nuk ka mundësi shëndetësore dhe na gjithmonë themi gjeje balancin, do të thonë ktheu te ajo çka është më e rëndësishme në këtë rast, zgjidhja e shëndetit si prioritet është më e rëndësishme. Shumë me rëndësi Antigonë që e ceke këto, sepse është emocioni veçantë kur i ndëgjon, sidomos të moshuarit që kanë agjëruar mbi 10-20 vite dhe për arsye shëndetësore më nuk agjërojnë dhe sigurisht shoqëron ajo ndjenja e fajit çdo ditë. Por prapë se prapë, të gjitha ata që janë të besimit islam e praktikojnë me lutje, me dhënie të iftareve, me çka do qoftë dhe është sikur një shpagim i emocionit dhe ndjenjes së fajit që e kanë. Feja i lejon disa si më thuj, domethënë benefite për ata që s'mund të agjërojnë, me thonë. Me shpagu në një mënyrë të caktuar për këto raste, nuk domethënë që me siguri me hoxhën i keni diskutuar ato që nuk janë të fushës time, por çka është me rëndësi ajo ndjenja e fajit le të përpunohet për personave të gjejnë paqen, sepse shëndeti është gjithmonë më i rëndësishëm dhe nuk besoj që as Zoti jon ka nevojë që na me qenë të pashëndetshëm për hir të një sakrifice që duhet ta bëjmë për to. A agjeron Antigonë? Po, unë jam të këj grupi personave që vitin e kaluar s'ka mujt me agjëru për shkak të shëndetit dhe një ndërhyrje kirurgjike, po falë Zotit si vjetë kam qenë mirë dhe kam pas mundësi me agjëru, kështu që jam agjëru. Dhe janë një shembull i mirë ku psikologja e pranon dhe është shumë normale nëse mjeku ju thotë nuk mund të agjëroni. Nuk është në fajin tuaj, nuk është në dorën tuaj, ja ku ndodhet nga personalja Antigonë. Agjërim të lehtë dhe të planuar. Gjithë ty dhe gjithë shërbimeve të familjes. Shumë kënaqësi me folë për këtë temë kaq të rëndësishme sepse benefitet janë aq të mëdha. Kështu që faleminderit shumë për çdo përgjigje edhe për këtë grup moshat që mundum me i përtheku në pyetjet e shëndetit mendor dhe agjërimit. Paqen shëndet. Faleminderit shumë.